Projekti për sistemim asfaltimin e rrugës Peshkopi Lur dhe Lur Perlat është drejt mbylljes. Pas disa kohësh zvarritje, firma e cila mori së fundmi përfundimin e këtij projekti ka nisur hedhjen e shtresës asfaltike. Puna po vijon në të dyja drejtimet, nga Lura në drejtim të Arasit të Dibrës dhe nga Lura në drejtim të Rëshenit. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve ishte kryetari i Bashkisë Dibër Rahim Spahiu, i shoqëruar nga deputetja Alma Selami dhe prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu. Banorët e Lurës falenderuan të gjitha institucionet që më në fund u bën realitet një investim të shumë pritur prej tyre, asfaltimin e kësaj rruge. Ata shpresojnë që kjo vepër të rikthejë në Lurë edhe ata që janë larguar vite më parë dhe të vinë të investojnë në vendlindjen e tyre. Lurasit e unë bashkë me ta më të kënaqsh ndonjëherë s'kemi qenë se sot, as një fest më të madhe se sot kur pa mësuar të bërë rrugë. Shëndet të kenë të gjithë punojnësit që janë të punojnë tu. Unë jam banor i Lurës edhe i Tiranës. Tashi që u rëbon rruga, unë kam ik nga Tirana e kam punë dhe letrat këtu. Kryetari i Bashkisë Dibër Rahim Spahiu tha se asfaltimi i rrugës do të japë zhvillim Lurës duke kontribuar në rritjen e turizmit natyror e malor, për të cilin kjo zonë karakterizohet. Kjo rrugë po bëhet realitet, përshtrohet me asfalt, po punohet dy krahat, edhe nga Rësheni për Lurë, edhe nga Lura për Dibër. Në pjesën e Rëshenit deri tani janë shtruar 5 km, në pjesën e Dibrës 3 km. Afatet e mbarimit sa rrugës sipas specialistëve që merren me shtrimin e rrugëve do të jenë shumë shpejt, mbase për 2 javë, pak varet edhe nga koha. Ashtu si Dibra që u bë lagje e Tiranës, tani edhe Lura është lagje e Peshkopisë. Në Lurë që vije për 3 orë, tani për 35 minuta mund vish nga Peshkopia në Lurë. Asfaltimi i plotit të 2 segmenteve të rrugës së Lurës pritet të mbyllet brenda muajit nëntor të këtij viti.